Banorët e plazhit të Rriollit në Velipoj kanë kundërshtuar sërish sot ndërtimin e një resorti në këtë zonë pasi akuzojnë se biznesmeni Bashkim Ulaj në bashkëpunim me kreun e Partisë së Lirisë në Malësi të Madhe Fatmir Shpellzaj po grabisin pronat. Protesta këtë mëngjes nisi me përplasje e dhunë mes banorëve dhe forcave të policisë. Puna për ndërtimin e resortit luksoz të biznesmenit Bashkim Ulaj në kufi me zonën e fshatit Baks Rrioll në Velipoj është kundërshtuar nga banorët dhe kërkojnë ndalimin e punimeve. Ndërkohë, në një moment gjatë përplasjes, shihet i shtrirë në tokë edhe një banorit i cili është ndjerë keq. 60 familje kërkojnë ndërprerjen e punimeve, ndërsa akuzojnë Ulajin se në bashkëpunim me Shpellzajn u kanë grabitur toka duke falsifikuar dokumentet e pronësisë. Ata thonë se çështjen e kanë çuar në SPAK dhe kërkojnë ndërprerjen e punimeve deri në zgjidhjen e situatës së pronësisë. Këtu një njeri i panjohur fare del dhe merr 1500 dynim tokë, si ka mundësi. Edhe t'jetë tokë publike, shteti duhet ta shohë pse ka marrë 1500 dynim tokë. Ai nuk ekziston askund, del nga nën toka, merr një pasuri që është e popullit. Policia, ne kemi respekt për të, por nëse është e mundur që po mbrojnë atë zotrin, të na mbrojnë edhe neve. Të ndalojnë punimet, të ulen rrafsh, të diskutojnë. Vija i zotria që na ka marrë tokën. Jam ballafaquar me ata 2 herë. Ai thotë e ka marrë tokën unë se më takon. I kam thënë ja të merresh vesh me njerëzit, të ndalojnë punimet dhe të merremi vesh. Ne nuk duam konflikt me policin. Kam 400 dynim tokë me letra, me vendim gjykate, me 2 vendime gjykate në vitet 96-2008. Nuk na ka ardhur njeri të na thotë për tokën. Para një jave isha në Shkodër dhe më marrin në telefon e më thonë që po punohet toka. Vi këtu dhe një far Fatmir Shpellza, lindë e rritur e banues në Malësi të Madhe, ka dalë pronar, mik i ngushtë i Ilir Metës. Ky fundit e ka kaluar drejtor të hipotekës disa vite në Malësi të Madhe. Ka qenë pozitat veçanta dhe ka bërë çfarë ka dashur. Është lidhur me Bashkim Ulajin, e ka mik. Ka përpiluar dokumentet pa dëshmitar. Bashkim Ulaj ka paraboll. E kemi çuar në SPAK. Kjo pronë është me letra dhe dokumente. Ai që do të di për letrat tona, jemi të hapur të ballafaqohemi. E kam me vërtetim hipoteke. Është transferuar prona, është marrë në mënyrë fantazm. Nuk e njohim këtë person. Ai del me 1500 dynim tokë. E di Fatmir Shpellza se me kë e ka bërë këtë punë. Nuk pretendojmë asnjë metër që nuk është e jona, por kjo pronë është e jona dhe ne do ta mbrojmë me gjak. Bashkim Ulaj të vi këtu dhe të ulet në tavolinet me rremi vesh. Do e vazhdojmë aksionin ton deri në ndalimin e punimeve. Shprehen njëri pas tjetrit banorët. Shpellzaj është kreu i Partisë së Lirisë Malësi të Madhe, një herë zyrtar i Këshillit Bashkiak në Malësi të Madhe në siglën e koalicionit Bashk Fitojmë, Berisha Meta. Më 31 dhjetor 2024, biznesmeni Bashkim Ulaj, së bashku me 2 vëllezërit e tij Astrid dhe Ahmet Ulaj, morën statusin e veçantë investitor në struktura akomoduese me 5 yje, status special për ndërtimin e resortit turistik Blue Borgo nga Gjener 2, ABA Blue Borgo SHPK. Ky fshat turistik me vila e hotele luksoze do të ndërtohet në kufi mes Ranës së Hedhun dhe zonës Baks Rrioll në Shkodër dhe ka sipërfaqe prej 147.2 hektarësh. Po ashtu, kompania Gjener 2 ka marrë me koncesion dhe segmentin Thuman Milot aks me pagesë dhe tarifën e vjel kompania e Bashkim Ulajt.